Në Shqipëri, shoqëria civile po reagon me shqetësim lidhur me skandalin e Sarandës. Një punonjës i zyrës të deputetit socialist atje i kërkoi një zonje që të siguronte marrëdhënie seksuale me vajzën e saj të mitur në këmbim të një vendi pune. Ngjarja tronditi opinionin publik, ndërsa veprimtarët e shoqërisë civile kërkojnë masa shtesë për të parandaluar ngjarje të tilla. Ato kujtojnë se kodi penal flet qartë për ngacmimet seksuale, por se ai ligj nuk zbatohet. Korespondenti ynë Lirana Golli njofton nga Tirana. Denoncimi i skandalit në Sarandë, ku punonjësi një zyre deputetit të Partisë Socialiste i kërkoi një nënë të ve me 4 fëmijë që të kryente marrëdhënie seksuale me vajzën e saj 14 vjeçe në këmbim të një vendi pune, ka tronditur edhe organizatat e shoqërisë civile. Mediat vendore shfaqen regjistrime ku punonjësi i zyrës së deputetit të Partisë Socialiste Koço Kokdhima i kërkon hapur nënës marrëdhënie seksuale me të miturën. Mirela Arqimandriti nga Aleanca Gjinore për Zhvillim thotë se ngjarja e Sarandës nuk është një rast i izoluar, por është vetëm maja e icebergut të një morie ngjarjesh të tilla. Kërkohet o para o seks në këmbim të një vendi pune, në këmbim të një tmire materiale në një vend të caktuar, dhe kjo është bërë masive. Kjo është masive, është kudo kërkohet o para o favore seksuale si në rastin e kësaj zonjës. Kjo ishte skandaloze në fakt që një zyrë në qytetin e Sarandës, qyteti i Sarandës është një qytet me potenciale të shumta për të punësuar njerëzit e vet, një zyrë partie merrej me punësimin e njerëzve dhe një person i tillë të priste ankesat e njerëzve. Nga ana tjetër, juristët pohojnë se ligjet kundër ngacmimit seksual janë të plota, por nuk zbatohen. Besa Saraçi, avokate pranë qendrës për nisma ligjore dhe qytetare, thotë se ngjarja e Sarandës trajtohet nga 2 ligje. Ligji për mbrojtjen nga diskriminimi dhe nga kodi penal, i cili parashikon burgim nga 1 deri në 5 vjet burg dhe në bashkëpunim deri në 7 vjet burgim. Është drejta e viktimës që t'i drejtohet komisioneres për mbrojtje, por dhe për të kërkuar dëmshpërblim në gjykatë. Ndërsa kur bëhet fjalë për vepër penale, kjo nuk lidhet fare me marrëdhëniet e punës, por kushdo që ka kryer këtë vepër penale në momentin që krijon shqetësim seksual për një viktim, fyen dinjitetin, personalitetin, e denigron atë në kuptimin e plotësimit të kësaj figure të shqetësimit seksual, sigurisht që ka dënim penal. Varfëria ekstreme, thonë përfaqësuesit e shoqërisë civile, i shtyn njerëzit në Shqipëri që të pranojnë punë të rënda dhe me paga të ulta. Njerëzit që komunikojnë me publikun, thonë ata, duhen zgjedhur me kujdes dhe jo të sulmojnë gratë si zonja në Sarandë me 4 jetim. Duhet të skedohen të gjitha familjet e varfra në Shqipëri, ato që janë në ekstremin e varfërisë, si në rastin e kësaj zonje, sepse kjo jetonte në ekstrem të varfërisë, kur i ka marrë 3 fëmijët e saj, nuk ka nën, themun që t'i marrë t'i çojnë në jetimore, dhe nuk do të jenë të detyruara që të ndjekin një zyrë të caktuar partie për të qarë hallin e tyre. Duhet të shkojnë patjetër ta zgjidhin hallin e tyre në zyrat e shtetit. Ndryshimet e fundit ligjore në kodin penal kundër ngacmimit seksual u bën në maj të vitit 2013 dhe qysh atëherë legjislacioni vlerësohet si i mjaftueshëm për parandalim dhe ndëshkim. Qendra për nisma ligjore dhe qytetare ka mbrojtur disa 10 gra dhe vajza të dhunuara në familje dhe të diskriminuara në shoqëri dhe ka një përvojë të madhe në këtë fushë. Ne si qendër për nisma ligjore qytetare jemi një qendër që jemi disa avokatë që punojmë në mbrojtje të viktimave të dhunës në marrëdhëniet familjare, të viktimave të drejtave të viktimave të trafikimit, por dhe punojmë dhe me zbatimin e ligjit për mbrojtje nga diskriminimi. Dhe në këto kushte jemi të gatshëm që edhe për rastin konkret të ofrojmë shërbim. Por të ndihmuar këtë viktim të ndodhur në këtë situatë, por dhe të gjitha vajzat dhe gratë e tjera që ndodhen në situata të tilla që për hir të vulnerabilitetit dhe nevojës për punë ndeshen me këtë lloj veprimi kriminal. Ndërsa përfaqësuesja e Aleancës Gjinore për Zhvillim, Mirela Arqimandriti, thotë se është e dhimbshme që njerëz si sekretari i zyrës së deputetit socialist për Sarandën të vishen me pushtet dhe të shkelin çdo moral. Kemi shpresa, thotë ajo, se qeveria do të marrë masa për të përmirësuar strukturat e shoqërisë shqiptare. Por nga ky rast ne duhet nxjerrim shumë mësime. E para për ndryshime ligjore, e dyta për të shërbyer njerëzve çdo institucion me përgjegjësinë të lartë morale mbi të gjitha. Dhe nuk e kap ligji për momentin këtë person, ai dhe gjithë të tjerët që e kanë vënë atë dhe janë rreth tij duhet mbajnë përgjegjësi morale. Ky popull duhet fillojë të mbajë përgjegjësi morale, sepse
moraliteti ka marrë fund në Shqipëri dhe duhet urgjent ne të gjithë të ndikojmë, por sidomos e ngulkëm duke filluar nga shkolla të ndikojmë që të rrisim përgjegjësinë morale të njerëzve. Punonjësi i zyrës së deputetit socialist tashmë është arrestuar duke sjellë me vete edhe polemika të shumta nga shoqëria civile dhe partitë politike, si dhe një sfidë të re për sistemin e drejtësisë shqiptare. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë.